Plisë se s'është akoma rada juaj. Mirë se vini në kurthin e Piterit. Shiko, nëse unë do t'rregoja një prallë sot, do zgjidhja që t'ju tregoja një prallë e cila qarkullon në fakt kudo online. Edhe është një prallë shumë e bukur. Ajo flet për një kaktus të vogël me emrin Felipe, i cili donte vetëm një gjë, një përqafim. Pralla quhet Më përqafo. Felipe vinte nga një familje e vjetër dhe e njohur, e cila kujdesej shumë për pamjen, rregullin dhe sjelljen e mirë. Në shtëpinë e tij, çdo gjë duhet ishte e pastër, e vendosur në vendin e vet, dhe askush nuk duhet të shkelte hapësirën personale të tjetrit. Ai e ndjente se familja e tij shqetësoi më shumë për gjëra që për të nuk ishin aq shumë rëndësi. Ata nuk ishin nga ata që preken lehtë, që afrohen, që të mbajnë pranë. Ndaj ai ndronte gjithë kohës dikë që të vinte dhe të jepte një përqafim. Askush nuk e bëri. Një ditë Felipe bëri një shok të ri. Ai duke i madh, i sigurt në vetvete dhe plot jetë. Ishte një tullumbace. Ata filluan të afroheshin çdo ditë dhe më shumë, derisa një ditë ndodhi ajo që duhet ndodhte. Tullumbacja u shpua. Felipe u ndje keq, shumë keq, por dhe atëherë askush në familjen e tij nuk mendoi të jepte një përqafim. Askush nuk e pa trishtimin e tij. Për një kohë Felipe shpresoi se do të gjente një familje të re, por kudo ku shkonte, nuk mirëpritej. Njerëzit kishin frikë nga gjëmbat e tij. Nuk shikonin atë që ai kishte brenda, por vetëm atë që dukej jashtë. Kështu që Filip filloi të mësonte vetmin. Filloi të shijonte gjërat në shoqërinë e vet dhe të mendonte se nuk kishte nevojë për askënd. Derisa një ditë kuptoi që ishte dikush tjetër që mund të qëndronte pranë tij dhe të mos shpohej. Ky ishte një gur. Më në fund, Filip gjeti dikë që mund ta përqafonte, sepse jo gjithmonë është e lehtë të përqafojmë ata që duam. Ndonjëherë kemi gjëmba, ndonjëherë kanë gjëmba të tjerët. Por kjo, si prallë, na kujton të gjithëve se dikush që na do, na kupton dhe mund na përqafoj, ekziston gjithmonë. Për të gjithë ata që ndjen të vetmuar sot. Këtë prallë në fakt e shkëputa nga rrëfimi më viral online i kohëve të fundit, është një prallë moderne që na atëroshi vëmendjen edhe thanë për gjithë ata njerëz që sonte ndoshta ndjen të vetmuar, edhe që s'kan kush të japi një përqafim. Përqafimin ju japim ne këtu nga televizioni Klan, dhe ju japim përqafimin më të bukur të ëngjëve tan, të fëmijëve të kurthit, të cilët vinë tani më të bukurit, më të shkatit, më të zgjuarit e kastit. Ja ku janë tre të parët më të vegjëlit. Kaltra, Zana jone vogël blu, Amari shomeni ardhshëm dhe Tajla, sheqerka e Peter Panit. Nuk e di sa të bukur jeni, nuk e di. Jeni fantastik fare, do bëjmë shumë show sot apo jo? Do bëjmë show. Jemi gati. Shkoni uluni atë se do thoj shokët e tjerë. Amelia që mban mend çdo gjë do vi tani, dhe Wenli, shkodrani më i famshëm i momentit. Asnjë program televiziv nuk mund të konceptohet nëse s'kemi një shkodran. Mirëmbrëma! Elden Eleganti, Nea Ylli i ardhshëm i pasarelave dhe Ambra, mendja e bukur e Piterit. Marisol, dielli i vogël me kaçurela, bëhet gati tani të pozicionohet në pasarel, dhe Hemili, trazovaçja jonë më e dashur. Mirëmbrëma goca. Me këto mikrofonat e pas kemi të gjithë punën në Emili sot, jo mirë. Se di se ç'kan këto mikrofonat që nuk po na rinë siç duhet. Si jeni më kalamaj, mirë jeni? Do t'i kënaqim gjithë shqiptarët që po na ndjekin sot apo jo? Çfarë ndodhi më Emili, çfarë të ndodhi? Mikrofoni, më fal. Po punë e madhe që tra mikrofoni dhe mua, në fund fare as po mendoj këtu më kanë lëvizur flokët, s'duhet jemi perfekt. Edhe po ka ndonjë defekt vogël, jemi prap shumë të lezetshëm të gjithë. Jeni dakord, Elden? Është dita e mamave dhe kam një
dhurat për Verën dhe ty. E ke dhurat për mua dhe për Verën? Po faleminderit shumë që ke menduar me qëra fjala gëzuar festën të gjithë mamave, se është festa ndërkombëtare e nënave në të gjithë botën. Mamin tim në mënyrë të veçantë e përshëndes. Faleminderit Elden. Çfarë ke dëshirë të na thuash? Shumë faleminderit që ke menduar një herë, të falenderoj shumë. Wow, thash për kë ishin këto lule, mo Elden, nuk e dija që ishin për neve. Elden një gentleman i vërtet, që sa i mirë që është. Ke halë se mos ngatrohet, mos ki me rak se i shkëmbej me Verën, ose jemi dhe komshia, kështu që. Faleminderit shumë. Ku e ke mamin tënde? Ke aty në sallë që ti urosh mamit festën? Çfarë ke dëshirë ti thuash mamit? Dhe dua shumë. Edhe unë thot mami. Faleminderit shumë për mendimin, shumë faleminderit. S'ka më bukur se të dhurosh lulet. S'kan thënë kot që gjëja më e bukur janë fëmijët dhe lulet. Faleminderit shumë Elden. Gëzuar të gjitha mamave këtu që kanë sjellë në jetë këta yje që kemi këtu në kas, po të gjitha mamave të botës, të gjitha mamave shqiptare që i shkojnë komunitetit dhe publikut të Kurthit të Piterit. O Amar, Mund të them diçka? çfarë do thuash ti, se ti gjithmonë gjëra të bukura thua? Alketab. Urdhro. Dhe të thosja, Hë. e din reklamat e Peter Panit, edhe unë të kam parë të reklamat e Peter Panit, ti se shkove te dhoma, e pas ty të holli me atë televizori, e di atë televizorin. A ty më peti taj televizori aty te koridori? Po, ti më shikon mua këtu live. Nga kutia magjike na shikon publiku, ndërsa ti më shikon këtu mua. Je i lumtur që je këtu te Kurthi i Piterit këtë vit ti? Po, Pse ke ardhur ti te ky programi? të bëjmë një show me shumë i qartë. Ku do t'ja zësh vendin në të ardhmen? Si kush ke dëshirë të bëhesh? Ase? Cili prezantues shqiptar ose gazetar shqiptar ke dëshirë të bëhesh? Njeh në gazetar shqiptar apo njeh vetëm youtubera dhe tiktokera? Shqiptar. Do dalësh ta prezantosh ti opinionin dhe Blendi Fevzion? Po, Se natën e parë prezantove shumë bukur aty te opinioni. po, Dakord jemi? po. Ku jemi Kaltra, o Kaltra, çfarë po bën? Je gati për të filluar partin me lëng frutash? Pa, Do bëjmë shumë qef sot? pa, Do kënaqemi? pa. Prit tani se do dëgjoni ju me shumë vëmendje se kush do vi tani këtu. Kus ma ka marrë lëngun? Do vi tani në skenën tonë një artiste që nuk ka nevojë të prezantohet me shumë fjalë sepse mjafton emri i saj. Manjola në Albani. Përfaqëson elegancën, përfaqëson shqimën, përfaqëson disiplinën. Është një nga ato artiste të rralla që i ka kaluar të gjitha brigjet e muzikës, operën, muzikën e lehtë, këngën popullore, dhe kjo është e jashtëzakonshme sepse jo çdo zë mund të hyjë në kaq shumë botë. Ka fituar çmime, ka lënë gjurmë në skenën shqiptare, por mbi të gjitha ka ditur të mbetet një ikon dhe një zonjë. Një zonjë që nuk ka ndërtuar vetëm rrugën e vet, por ka ndihmuar edhe një brez të tërë të ecë drejt artit, ka qenë zë, por edhe dorë. Ka marrë duar trokitje, por ka qenë edhe mbështetje. Dhe për të gjithë saj është dhe nënë e dy vajzave, një grua që ka ditur të mbajë bashkë artisten dhe nënën, pa humbur asnjëherë elegancën e saj të pa kohë. Sot në Peter Pan vjen Manjola në Albani. Manjola në Albani, mami më cool e Republikës. Manjola shumë e lumtur që ka ardhur, je një mike shumë e dashur e produksioneve tona. Kemi Aran Brahimën këtu, mjeshtrin ton, pianistin që na shoqëron gjithmonë. Mirëmbrëma. Do kënaqemi sonte Manjola, je në një auditor tjetër stili. Kemi gjitha fëmijë këtu që do të bëjnë një konferencë për shtyp shumë interesante. Mirë se ka ardhur në shtëpinë tonë. Faleminderit, mirë se u gjeta në shtëpinë time të zemrës në televizionin Klan, por në të njëjtin kohë me një figurë që unë e dua veçanërisht, e çmoj veçanërisht për 1000 arsye si Alketa Vejsiu. Faleminderit shumë. Edhe me një figurë të madhe që drejton nga atje lart si Vera Grabocka. Me këta fëmijë të mrekullueshëm besoj do kënaqemi. Manjola, sa bukur që duket Manjola, ha? Të gjithë kur flasin për Manjolën në fillim nuk thonë çfarë zëri që ka, se i këndon të treja zhanret, e lehtë, popullore dhe operistike, po thonë sa në formë që është, çfarë fiziku që ka, ngeli si gocë e re. Kam qef të kompliment, me thënë drejtë, dhe artistëve ju shkon shumë. Bën nga pak sport Manjola, apo sporti është vetëm puna? Sporti është puna, sidomos në disa periudha është më tepër se sport puna, ndryshe nga ç'duket. Se ne kemi këtë aftësinë që ti punon, lodhesh dhe kur del në sken, ti duket sikur sapo ke dal nga salloni bukurisë apo nga një kështu relax i vazhdueshëm,
po në fakt kemi mësuar, kemi aktivizuar ato mekanizmat tonë për t'i dhënë vetes edhe për të dalë në skenë ashtu si që pret të shikoj publiku. Bukur. Po tani që njeriu të bëhet më i mirë me kalimin e kohës, ka ndonjë sekret? Ta them pastaj. Do ma thuash pastaj? Jo. Jo, unë mendoj gjithmonë që kur ke një pasion në jetë që të jep një motiv, një qëllim, siç është muzika, për shembull, them që besoj shumë që njeriu është energji e madhe, edhe besoj që pjesa e artit, pjesa e dashurisë për të krijuar, për të bukurën, për gjithçka të bukur në jetë, po edhe puna me breza të rinj, gjithmonë besoj që ndikon në këtë energjinë e brendshme dhe të jashtme. kjo e hidraton dhe shpirtin edhe pamjen, ë? Po. Të punosh me të rinj dhe sidomos kur ke fatin të punosh me muzikën, s'ka më bukur. Po besoj që është edhe pak në natyrën e njeriut. Nëse ti je njeri që i merr gjërat më tepër sido që të vinë negativisht apo pozitivisht, unë gjithmonë çfarëdo që ndodh them prit se ka dhe më keq. Ka më mirë, po ka më keq. Zot harojmë asnjëherë këtë, e vërtet. Po, kjo është e rëndësishme. Dua pyetjen e parë nga Amelia. O Manjola, Po, unë ke kofti gjyshes time, kam shumë lule Manjola. Vërtet. Ato janë të bardha dhe shumë të bukura. Ti, a ke emin Manjola që të mbash traditën e luleve? Në fakt, emrin ma ka vënë Halla, edhe unë do t'isha shumë e lumtur, me qënëse lulja Manjolës quhet për bukuri, për aromë, e për disa gjërat të tjera, do më është një pemë shumë e veçantë, shumë e bukur, vërtet do doja që ata që më njohin të kuptojnë që unë i kam disa cilësit lules në natyrën time. Dhe një nga gjërat më të bukura që ke ti që të bën shumë të përveçme është dashuria e madhe që ke për lulet realisht dhe për bukuritë e vogla që e bëjnë shtëpinë gjithmonë një vend të ngrohtë ku njerëzit takohen për të celebruar jetën. Të shoh gjithmonë në postimet që bën që ke shumë shije në mënyrën se si e shtron tryezën, që nga porcelani i pjatave tek mënyra si lidh picetën dhe të çdo detaj tjetër i ëmbël, që e bën atë shtëpinë home sweet home. Është shumë e bukur që thuhet vogëlsirat sjellin për sosmëria s'mund të jetë një vogëlsirë. Nëse unë nuk është se e bëj për të bërë diçka të përsosur, por më pëlqen që në çdo gjë që ka brenda edhe pak dashuri për njerëzit e tu të dashur, të jem kreative, qofte me detajet vogla, dal në balkon për shembull, edhe po t'jetë sallat jeshile, mi dhe ndonjë lule të bardhë sipër, po i them mos e hani. Është një hortenca, një lule bore që është tamam kështu si sallatë, e përdorin në gjitha këto butikët e bukur. Kështu që dhe sallata është fashion. Ose shumë e bukur atje. Ti duhet dish kush është lule që nuk duhet të ngrënë, kaq pastaj i përdor. E ka radhën kaltra. Si është jesërito? Ma thua edhe njerë? O Manjola, si është të jesërito? Si është jesërito? E rritur, e kemi pak me tekst francez. Frëngjisht. O kaltra thuaj njerë rëra? Po sa të bukur jeni. Do t'i them ca fjalë me rë tani, të gjejmë ca fjalë me rë. Mendo ti po mendoj dhe unë. Rëra. Si e the? Lëlla. Thuaj pak Vera Grabocka. Vela Gabocka. Vela. Më gjeni një gjë tjetër me rë. Rota. Rotën e dhe tamam. Rotën e dhe ndër. Tani si është të jesh i rritur? E para një herë, unë mendoj që gjithë të rriturit duam të jemi prapë sa ju. Edhe ju, fëmijët gjithmonë doni të jeni të rritur, si ne. Por të jesh i rritur është një gjë shumë e bukur. Se në qoftë se kur je sa ju ke ëndra, të bëj këtë, të bëjmë si ky, të bëjmë kështu, të bëj këtë gjë, të realizoj këtë gjë, kur je i rritur ti ke mundësi që me mendjen tënde, me punën tënde, të krijosh shumë gjëra, të lesh shumë gjëra që kanë vlerë. Kryesorja për shembull është që ti kur je i rritur, pastaj nuk je vetëm vetë, edhe përgjigjes vetëm për veten, po ti mund të krijosh një familje që është një gjë shumë e rëndësishme. Ti lind edhe rrit edhe krijon fëmijë të cilët janë po ashtu qenjet më të rëndësishme në jetën tonë, edhe për botën po ashtu, edhe për në të njëjtën kohë në profesionin tënd ti le ca vlera, i le ca gjëra pas, krijon ca gjëra të cilat i bën ti dhe askush tjetër si ti. Prandaj ti je i rritur është gjë shumë e bukur në finale. Këtu Manjola këndonin ullën dhe këngën. Po. Është një këngë të cilën unë ja kam kënduar kur ishin vogla vajzave të mia, po në të njëjtën kohë shumë mama ja këndonin fëmijëve të tyre
kur baballarët I kishin në emigracion. Për këtë gjë është krijuar kjo këngë. Është kënga e festivalit? Flio shpirti mamit. A mos e kam dashur, kam qenë fëmijë dhe ti imitoja gjithmonë me një kukull në dorë. Flio shpirti mamit, e di pse sonte qan ke lodra çokolata, por babin se ke pran. Mbyll pra syt shkat zemër, kujtoti sytë e ti, në ëndër puthi pak, në mëngjes të vija I. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. Bash, if you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream, I'll cross the stream. I have a dream. Sa bukur Manjola, na kënaqë shpirtin. Sa të mirë jeni. Mojti Kaltra, çfarë bëje gjithkohës aty kur këndonte Manjola? Çfarë bëje gjithkohës? Po e ndjente shumë muzikën, ishte kështu me një përjetim shumë të veçantë. I have a dream. Kush ishte ëndra jote kur ishte e vogël dhe kur e manifestove ëndrën e parë? Vera thot për shembull që ka një moshë, nuk e mbaj mend fakt cila është tamam mosha. Kur njeriu do ta ketë thënë se çfarë do të bëhet në jetë, duhet ta di, duket se është diku 10 deri 11 vjeç mos gaboj. Po, edhe më parë, si pasion, domethënë si. Po. Ëndra ime kryesore ka qenë të bëhesh artiste, sigurisht. Pastaj kam pasur edhe një dëshirë apo interesant, pa lidhje, për të bërë mjeke, që ndryshoi me kalimin e kohës. Edhe ajo që nuk e trahtova kur pasioni edhe gjëja që më mbush shpirtin është arti, në shumë forma, jo thjesht në të kënduar, arti, edhe unë besoj në atë kryesoren që njeriu vjen në këtë jetë për të bërë versionin më të mirë të vetes. Është diçka e thënë, por është një gjë që është objektivi kryesor edhe për mua. Një nga gjërat më të bukura online që vëre në postimet e tua, shiko, në profilet digitale sot gjen shumë pak gjëra për të frymëzuar. Ka shumë informacion edhe të panevojshëm dhe ka dhe vanitet, shumë postime ku secili do të tregoj sa I lumtur është, sidomos edhe sa shtëpi të bukur ka, sa udhëtime të bukura bën, sa bukur po vishet, pak a shumë pjesa më e madhe e kontentit që gjenerohet aty është ky. Ka dhe njerëz si puna jote që ende postojnë për vizitat në muze, që ende postojnë për librat që lexojnë. Të lutem vazhdo ta bësh këtë. Faleminderit. Është shumë bukur që të gjesh online këtë frymëzim cilësor. Unë e kam thënë edhe në Instagram, në jetë, se cili nga ne ka prekupimet e veta, ka të përpjetat e veta, po në rrjetet sociale unë zgjedh të qesh. Zgjedh të qesh sepse është një formë për të transmetuar pak a shumë, jo vetëm karrierën tënde, po dhe gjëra që mund të frymëzojnë të tjerët. Librat, muzet e pikturave, shfaqjet e bukura artistike, qoftë edhe ato gatimet e mia, apo se shpesh artistët mendohen si një kategori njerëzish që nuk I kushtojnë vëmendje apo rëndësi kësaj gjëje, po ato gjestet e dashurisë për familjen më duken më të rëndësishme se shumë gjëra tjera. Bukur. Emily. O Manjola. Po. Unë ty hera e parë që po të shoh Në televizor, në sken, ku këtu?
Në intervistë. Ah, në intervistë, okej. Por ti vetëm këndon, jo vetëm flet. Unë edhe Apo ja u edhe jap flet. edhe ju si këshill, kur të rriteni, aq sa mund t'ju jap këshilla, mos u bëni gjitholog. Gjitholog, Nuk më pëlqen fare kjo mania, është tjetër të kesh dëshirë të dalësh në televizion, edhe tjetër të bësh sikur di gjithçka. Se kur bën sikur di gjithçka, ti dizinformon. Ti çon tek njerëzit të cilët e shohin atë televizorin edhe besojnë atë çfarë thon njerëzit, e dizinformon dhe nuk I le vend atyre njerëzve që kanë vërtet diçka për të thënë. Unë dal atëherë kur është diçka që I përket karrierës time, gjërave për cilat unë jam konsciente që di të flas edhe kam informacion, qoftë gjëra që kanë të bëjnë me kulturë të përgjithshme, apo me familjen, me shtëpinë, me pasionet mijat, por nëse është një emision për politikën, le të flasin ata që din ta bëjnë politikën shumë mirë. Nëse është për mjekët, le të dalin një mjek I cili ka ç'thot dhe ke çfarë dëgjon. Po ashtu për shumë profesione tjera. Prandaj unë preferoj të dale të flas atje ku vlen fjala ime edhe ku I shërben dikujt që e dëgjon. Amar djali, Ne kam radhën. ti e ke radhën. Ua, si Gjino ke prall nga e kaluara. Ti e din Alketa nuk Se të një duket pa I ashtu? Gjino, nuk e një Gjino në hi. Po Ti i e ka... din, ku kam ardhur në skenë, u pengova, u flica fare, lëre. Po ti, a je penguar do një herë? Me thënë drejtën aq që jam fliqur dhe unë, që të them, po kisha siklet më të madh, se përveç që u rrëzova, më hyri një pinxho I vogël si ty, që ato kishin ardhur të dëgjonin manjolën se më donin, për Po në mirë. kur? Po më hyri një pinxho I vogël te Po në këmbët, kur? u rrëzova dhe Po në jo kur? vetëm theva këmbën, po këndova gati një orë mbasi u rrëzova, se mendova që ato njerëz, ishte nata viti 3, duhet të më dëgjonin. Vazhdove këndove me këmbë të thyrë, 50 minuta, gati një orë. Kam kënduar ullur, derisa këmba mu bë kaq. Dhe pastaj shkova direkt në spital, edhe... Vazhdove kisha rehabilitimin, thyrë, pastaj po. mbas viti 3, feste madhe me një këmbë. Kjo është të këndosh me një këmbë, të dashur miq. Po, Urdhroni zoti Amar. Ku... e mo, Ti a je penguar do një herë, ose me një kozë, ose me një gur? Ja, sa po ta tha? po, Sa jam po ta penguar tha? me një djalë të lezetshëm kështu si ti. Ja. Welli e ka radhën tani. Ku ishe moj kaltra? Eja këtu moj kaltra. Do vishte Alketa po jo? Kaltra, po hajde moj pak këtu. Hajde moj kaltra vogël, moj se kjo do bëhet prezantuese televizive. Kjo është një dashuri e vogël këtu, është më e vogla më e ëmbla Si do këtu. bësh si Alketa? Më e mirë do Se bëhet. vajza ime gjithë jetën ka thënë do bëhem si Alketa. Ha? Edhe ajo më e mirë Ka është një bërë. këngë. Çfarë do të bësh? Do të këndosh një këngë, do të këndoj këngë. Kjo është dhe këngëtare dhe prezantuese. Oj, që ke shpis, më e bukan pis, në ti me sule tu po ma shumë baba e nonas. Oj, gjalluri, si lushe si, kjo e vala si balte ti se ma dhe këti, Papa. beti, ti se e me jetu, ti se e pastaku, pasona si asnjëherë, janë unë shumë krytë santru, dhe me ma Bravo moj kaltra, moj. Je yll. Kaltra vogël. E ka radhën Welli tani. Welli. Manjola, Po. para disa mujve unë isha për herë të parë të një opera në Vjenë. Ah, bravo, pe opera. Tik në Bravo opera, prindërve që të në çuan në opera. muzikë letë, edhe popullore. Ti kur qosh Nadje për vezestu, se nuk e besoj se këna në opera. Se beson ti që këndoj opera? Nuk e Ta besoj. provoj njerë? Proje. Hajde ta provojmë njerë. Moj kaltra. L'amour d'un oiseau rebelle que nul ne peut l'apprivoiser. Et c'est bien qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Rien n'est femme à sa prière, la parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a
L'amour, l'amour, l'amour. Faleminderit. Ha, si mendon, këndoj dot opera? Ti nuk e ke ide çfarë koreografie ke shëmtuar. Aman, ju lutem, mund të vish edhe një Kaltra bashkë me Amarin. Kaltra edhe një ta bëjmë solo këtë se kjo Kaltra është dhe balerin, kjo na doli showgirl. Aman, do të kërcente me ty, po shumë mirë, po dil pak te Ana, shti që të bëj atë koreografinë e vetave se e bën shumë bukur të dy. Do na e vësh edhe një profesor muzikën edhe një herë lutem? Po këtë. Edhe një herë Manjola është pak më pak. Aty ku je ti, shumë mirë dëgjoj. Aty ku je? Jo, këtë duam. Po jo Rozina, më këtë që po bëj. Kërcej e prap. Se rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Rien n'y fait, mais à souffrir, la parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il m'a plaît. Bravo! Kjo Kaltra është e papar. Kaltra është këngëtare, prezantuese, balerin. Na bën shumë show të bukur këtu. Gjithëllogë. Gjithëbërse. Na kënaqe Manjola. Manjola, të bëjmë vetëm një pauzë vogël publicitare, ne do të kthehemi me pjesën e dytë, të vazhdojmë të flasim, të kërcejmë, të këndojmë, qëndroni me televizionin Klan, zgjedhja më e mirë të dielës. Në kërkim të telefonin tim e ka marrë Peter Paniste e vogël Kaltra. Qa po bën të telefoni Alketës ti Kaltra? Po bëj video. Qa videosh po bën? Do më bëj një video, mua kujtim sa do të gjiroj një gjë tha aty. Gjiroj njëro Kaltra, qa do thuash aty? Tule buke, Alketa, tule buke, tule buke, Tule buke? Tule buke, Alketa vogël. Wow! Alketa vogël, shumë e vogël në fakt. Hajde ta put një çik dorën Alketa aty. Ta put pak dorën e vogël? Ha, mi bukur ke dalë, si duket? Bukur apo ja, po çka do ta bësh një më të mirë pastaj? Hajde mora Amar, ta bësh atë përqafim se... Zemra ime, o të kicin. U knaqë Amar? Do t'ja bëjmë pyetjen tani, do t'ja bëjmë pyetjen. Po nea. Ja, Përqafoj dhe unë? Po pa tjetër, se mos e përqafosh, po mos u qoni gjithë tani, se nuk jo disiplinoj, do t'i shko ti nea, nea, shko, nea. Shko. Në fund do t'a përqafoj Manjolën, do bëjmë të gjithë nga një foto. O të kicin unë ty. Emily, urdhro. Një barbe. Ashtu të dukem ty? Po faleminderit shumë që ka dita ime sot. Moj Kaltra. O Kaltra. Kaltra moj, dëgjoj këtu. Bëj një video mamit tani, video mamit tënd, bëj atë bukur për festën e nënave. Çfarë do t'i thosh mamit? Shtype këtë të kuqen këtu dhe bëj mamit një video. Prit. Ha. O mami, jesi di djeli. O mami. Mami, të dua shumë, mami. Jesi di djeli, mami. Të dua shumë. Djeli, thot. Çfarë personazh. Jesi drit djeli, thot. Shiko, secili nga juve t'i thot mamit një gjë të bukur. Si është mami vetë për të, po jo drit dielli, se këtë e bëri Kaltra, të gjej një gjë tjetër. Edhe pastron zë çan, mami më fare, aty botët mirë. Bravo mami, gëzuar festën. Dajla, çfarë do t'i thuash mamit tënd? Që me zgjuar mami im. Është shumë e zgjuar mami jot? Prandaj ke dalë ti shumë e zgjuar. Shumë i zoti për puzzle. Shumë i zoti për puzzle, mami? E zonja për puzzle. Nea, çfarë do t'i thuash mamit? Gëzuar festën. Shumë bukur. Dajla, si është mami jot? Me çfarë do ma krahasosh mamin pak, bukur? Është zemër. Është zemër, po mami jot më Emily. Por mamin e dua shumë. Po pse vërtet kur e thua këtë gjë? Thoja pak më ëmbël mami, pak më Jo ëmbël. mua më gatuan ças më bën. Ashtu, ë? Çfarë gëzimi mami. Bukurosha tjetër. Unë kam mamin si Amelia. Edhe njëra Amelia? Unë kam mamin si shtëpi, por kam edhe babin si univers. Mirë, shumë, po babi se ka festën sot e ka një ditë tjetër. Ejdeni. E ti si e kam babin unë dhe mamin, i kanë shumë të zgjuar. Mami është zotja për inxhinjere, dërsa babi di të luaj shumë mirë futboll. Bravo. Ullu këtu më i bukuroshe se na bëre rumuj të madhe tani, prit, se ka radhën Marisoli nga Gjirokastra.
Marisoli flet tani. Unë mamin e dua shumë si një angjëll mbrojtës. Bravo. Për mu. Është? Bravo. A si hero për mu, mami ama. Mamat janë gjitha heroina. Dhe Ambra? Mami im është më e mira. E tham nga një fjali për mamin me që është dita e mamave. Shumë bukur. Tani e ka radhën për të bërë pyetjen Deni. Eden është radha jote? O Manjola, Po. ti e këngëtarja ime e preferuar. O, zemra ime, më Tani gëzove kam një shumë. pyetje për ty. Po. E di që motra ime ka bërë një këngë me kompjuter e pa qenë fare këngëtare? Vërtet? Si me ndonë, se nuk na duhen në këngëtaret, se kompjuteri mami po këndon më bukur. Ashtu të duk dhe ty kur e dëgjove? Po, Manjola mendon që asnjëherë kompjuteri i motrës nuk do zëvendësoj zërin e njeriut, as shpirtin e njeriut, as atë emocionin që njerëzit kur vinë në një koncert duan ta dëgjojnë në çdo notë që nxjerrun, sepse kompjuteri vetëm shpirti nuk e zëvendëson dot. Është një gjë e ftohtë, e programuar, ndërsa artisti gjithmonë do t'jetë ai që do t'i japi publikut atë emocionin që të ngjeth mishin, që të mbush zemrën dhe që ti e mban mend një këngë apo një artist se si të ka zbukuruar jetën me vite të tëra. Ambra? Unë mendoj se ti je një këngëtare shumë e suksesshme dhe përveç saj në jetën tënde personale ti ke një arkiv shumë të madh dhe tani që po mendoj, unë shoh se ti me burrin tënd je njohur që shumë e re, që 19 vjeç dhe dua të di se si mund të jetojnë dy veta bashkë për një kohë kaq të gjatë pa u mërzitur fare. Po, besoj që kur është dashuri e vërtet, pa interesa, është dashuri që buron nga shpirti, edhe me kalimin e viteve, ajo bëhet edhe më e fortë, se përveç asaj dashurisë hynore, që dihet, është ajo që të lidh në fillim, ajo pastaj bashkohet edhe me faktin që për njëri tjetrin, ju bëheni dy njerëzit më të rëndësishëm në jetë, mbështetje, si në momente të vështira, po ashtu gëzoni me njëri tjetrin në momente të bukura, rrisni fëmijët bashkë. Kështu që dashuria, ajo e vërteta, asnjëherë nuk humb. Me kalimin e viteve, natyrisht, mund të ndryshoj, por thash gjithmonë bëhet edhe më e plot, edhe më e fortë. Po si plaket një dashuri? Apo nuk plaket kur ajo? Po, dashuria nuk është robë, nuk është diçka materiale që të vjetrohet, që të konsumohet. Dashuria, thash, nëse është dashuri, që buron nga shpirti dhe ti e kupton që ai ose ajo janë njeriu i jetës dhe i zemrës tënde, nuk besoj që ka lidhje as me plakjen, as me këto. Shumë bukur e the. Çfarë po bëjmë kaltra? Jo, unë ta put dorën ty. Moj kaltra vogël. Unë ta put dorën ty, moj. Unë ta put. Aty mendje ke telefoni, ke telefoni është me orar përcaktuar Unë të do Peter thoja Pani. vetëm diçka, se ti je edhe vajzë pak më e rritur. Unë do thoja që me kohët që po jetojmë, e me kohët që do të vinë, unë do doja që t'ju flisja për një dimension tjetër të dashurisë. Se dashuria nuk është vetëm ajo mes një burri dhe një gruaje. Unë do thoja që ju jeni ca ëngjëj të bukur në shpirt e në fytyrë tani dhe duhet të ruani atë që është më e rëndësishme dhe që na bën të dallohemi, të jemi njerëz ndjeshmërinë. Ajo nuk duhet ju humbi kur, sido që të vinë kohët. Për mamin, për babin, për motrën, për ato njerëz që ju mësojnë dhe kur të rriteni, edhe ato prindrit të kenë nevojë për ju të vazhdoni edhe të bëni atë gjë që ato kanë bërë deri tani, që ju kanë dashur, janë kujdesur, mos të harroni këtë gjë, mos harroni ato tiparet që ju bëjnë njerëz. Po del kënga jote e re, një këngë shumë e bukur. Si kur ta këndonim dhe ta kërcenim këngën tënde këtu sot? Nga? Është një gjë me vallen, më duket? Po, mirë, dakord. Ajo është kënga ime më e re, që unë nuk e kam kënduar asnjëherë deri më sot, po besoj që nuk ka sken më të bukur me publik më të mirë. Ju do më bekoni dhe ajo do jetë kënga më e suksesshme jetës time, se energji më të mirë se fëmijët nuk ka. Super. Hajde tani më duar trokisni që unë të kënaqem duke kënduar këngën. Të kërcejmë të gjithë tani është. Gati këtu banda për të kërcyer.
Pse s'është gati Mikaltra? Se Kaltra komandon show, të prit. Pse s'është gati? Ka ndonjë ide tjetër? Nuk është gati, se nuk ka filluar muzika. U knaqet o fëmijë. Festa keni gjithë jetën ju uroj. E ka radhën tani për të bërë pyetjen Marisoli. O Manjola, Ami zemra, po. ti shkruan këngë, goca jote shkruan libra, po ku shkruan më bukur nga ju të dyja? Vajza ime, pa tjetër, ajo vërtet shkruan shumë bukur, shkruan libra prej vërteti, ndërsa unë shkruaj më tepër poezi, që do thot janë poezi të cilat unë i kam kënduar gjatë jetës time, po nuk e konsideroj veten shkrimtare. Të dyja lexojmë shumë, po ajo shkruan shumë bukur. Nea e ka radhën Të dyja tani. vajzat e mia lexojnë shumë, edhe unë po ashtu. Nea, O Manjola, Zemra. ne fëmijët zjemi shumë me njëri tjetrin, por pajtohemi shumë shpejt. Po ju artistët, si shkoni me njëri tjetrin? Ja, si ju fëmijët. Si ju. Ja. Ka natyrisht që si në çdo profesion edhe ne kemi me njëri tjetrin kolegë që duhemi, që shkojmë shumë mirë, ka edhe të tjerë me cilët të lidh vetëm koncerti edhe puna. Kështu. Ambra? Ti ke dy vajza, që mendoj se i do shumë, por ti i lë ato të lira për veprimet e tyre, apo risi që kiq mbi kokë? Ja, unë të them të drejtën, që kiqe që kane, si të duash ti. E vetmja gjë që nuk bëj dot në raport me vajzat, dhe pse përpiqem absolutisht dhe jam shumë shoqe me to, do me thënë është një raport vërtet që unë i kam mbajtur dhe trajtuar si shoqe, por vetëm indiferente nuk e bëj dot me vajzat, të them të drejtën. Jam e preokupuar që në momentin që dalin në mëngjes nga shtëpia edhe derisa kthehen në darkë, edhe për çdo veprim, për çdo gjë, unë e konsideroj që duhet i këshilloj. Pastaj ato e din vetë se janë vajza të rritura dhe të mençura, se çfarë marrin në çfarë më dëgjojnë dhe çfarë jo. Por gjithë jetën time, them drejtën, kam qenë kështu shumë e kujdesshme, sepse gjithmonë çdo prind, çdo mama sidomos, i duket sikur fëmijën e vet duhet ta ruaj nga gjithçka që ajo e di që mund të kenë vitet e jetës, kur ti je vogël, kur je adoleshente, është gjithmonë ajo ndjenja e mamas që e ke fëmijën më të shtrenjtë se veten, edhe do ta mbrosh gjithmonë. Vajzat e Manjona Albanit, në fakt, janë dy vajza të edukuara mirë, të lexuara, dy vajza metropolitane shumë të këndshme. Njëra studion në Londër, ka studiuar në Londër dhe punon në Bloomberg Finance tani apo jo? Po. Megi. Po. Ka shkruar një libër shumë të bukur Megi. Po. Si quhet ai libri Megit? Si jeni të tërë shkrimtar me dellë shkrimtare në familje. Libri Megit është një përmbledhje me kuriozitete vërtet shumë të bukura në anglisht, edhe Curious Minds. Mendjet kurioze, po. Për mendjet kurioze që duan të dinë më tepër. Ndërsa Cindy ka shkruar librin e parë Njësoj të ndryshëm, edhe pastaj Pas mureve të Parisit, që është roman shumë i bukur, edhe jam shumë e lumtur që ato shprehin kështu në këtë formë edhe gjithë çfarë kulturë apo bagazh që kanë marrë në jetë, po unë gjithmonë kam pas një admirim të veçantë për shkrimtarët dhe më vjen mirë që vajzat e mia bëjnë një gjë Sensi tillë. krijues, po, sensi artistik, lulëzon në familje. Më pëlqen kjo gjë. Shiko, do bëjmë një shkëputje përsëri të vogël publicitare, se unë kam dëshirë që pjesën e fundit të këtij bloku të parë me të ftuarën tonë Manjola Albani ta mbyllim me një prallë të treguar nga Manjola. Do imagjinojmë se kur jemi në shtëpinë e saj të ngrohtë, do vendosim një dyshek këtu, një krevat shumë të madh, ku do jenë të 10 fëmijë të bashkë, lumë si ti tani mama me 10 fëmijë, edhe do dëgjojmë se çfarë prallë do rrëfesh për ta. Po. Nuk do flini gjumë, do bëni qef. sikur do flini gjumë, dhe pse është ora pak a shumë tani, po. Jo, ju do bëni sikur do flini gjumë. Derisa ta mbarojun prallën, do rini zgjuar, pastaj flini. Flini, se Kemi në të ftuarën e rregull. dytë, ne, kështu mos flim. O jo. Pas publicitetit, qëndroni me ne, shumë gjë e bukur tani do vjen. Që nga të ky dysheku tërmeho, sikur unë jam shtirë me mami dhe mami mua po më tregon disa pralla. Fëmijë, tani, unë, si që ju thash, gatuaj shumë mirë dhe mund t'ju kisha sjellë dhe ndonjë biskot. Po mendova t'ju sjell nga një dhurat, që nuk është ushqim për stomakun tuaj të vogël, po është ushqim për mendjen. Mirë?
Dhe ju kam sjell nga një revistë, nuk është revistë, është libër, nga Xhaxhi Kastrioti, I cili shkruan shumë libra për fëmijë dhe unë I zgjodha sepse këta ishin me muajt e vitit. Për shembull, kur ke lindur ti Zemra? Në gusht. Unë do të jap një libër që është me gushtin. Ja ti marrim këtu përpara të tëra. Edhe ti do e kesh kujtim dhe nga Teta Manjola, edhe nga Peter Pani. Tregimet e qershorit, të korikut, të gushtit. Mere Zemra, kur e ke ti ditëlindjen? Unë kam në 28 gusht. Gusht. Ta gjejmë gushtin prap. Po. 28. Po. Ja, e gushtit. Të tërë, kam marrë për të gjithë. Po. Ke 2 libra në qeshor? Kam moj pa tjetër. Do unë një me një qeshor. Ja. Do unë një qeshor. Do Po prit, se ti s'ke lindur në 2 muaj, në 1 muaj ke lindur. Ha? Do unë një me një qeshor. Po. Ti e ke me 5 janar. Mere. Edhe ti në janar ke lindur? Ja, janar. To. Urdhëro. Jo, pritash ti se ka lindur shoku në qershor, jo ti. Edhe ti ke lindur urdhëra. Ti ke lindur në Korrik, mere. Kush ka lindur tjetër në Korrik? Sa e urtë ti? Po në nëntor, kush ka lindur? Ja. Tani, t'ju tregoj Manjola një përrall të bukur? Tani. Po, ktheuni do më shikoni mua, do më dëgjoni? Po, ta marrësh me vete pa tjetër. Po, ta marrë? Pa tjetër, librat janë tuajët. Faleminderit. Na ishte njerë një vajze vogël, t'ja u lexoj unë, pastaj këtu e lexon të shtëpia. Mirë? Më dëgjoni mua njerë, dakord? Na ishte njerë një vajze vogël me zemrën të mbushur plot me ëndra. Dhomën e saj e kishte me një kukull dhe me disa libra, dhe kukulla I ruante të gjitha sekretet. Nga dashuria e madhe për librat, ajo humbiste drejt botëve të panjohura. Brenda saj jetonte edhe diçka tjetër. Po aq e fortë, muzika. Meloditë e bënin të ndëronte dhe çdo mbrëmje ajo merrte kukullën pranë vetes dhe I tregonte gjithçka. Kur të rritemi, thoshte, me sytë që I shkëlqenin, dua të jem dikush që jeton me shpirtin plot. Ndërsa vitet kalonin, vajza nisi të kuptonte se jeta nuk ishte gjithmonë aq e thjeshtë, aq e lehtë dhe aq perfekte. Por sa herë ndjeje e humbur, një pjesë e saj e kthente tek ajo vajza e vogël që fliste me kukullën, tek vajza që besonte se muzika mund të shëronte gjithçka. Dhe ngadalë, pa e kuptuar, ajo po bëj vetë historia që kishte ndërtuar dhe imagjinuar dikur. Një vajzë me shpirtin e artistes, me dashurinë për dijen, për tinguj dhe të bukuritë e jetës. Një vajzë që ende beson në një të ardhme të ndritur, ku ëndrat maten me guximin për t'i mbajtur ato gjallë. Ndërsa diku, mbi një raft të vjetër, kukulla e saj ende ruan të gjitha sekretet, meloditë dhe ëndrat që një ditë do të bëhen realitet. E çfarë është kjo ëndra? Çfarë është kjo prallë? Është që të vegjël ju mund të filloni të ndërroni të ardhmen tuaj, pse jo edhe të shkruani çdo gjë që keni dëshirë të bëni në të ardhmen. Edhe unë jam e bindur që ju jeni aq të zgjuar dhe aq të mirë sa do ju realizohet të gjitha ëndrat kur të rriteni. Ha? Si e imagjinon? Unë e imagjinoj që kam e një sken story. I arshëm. Bravo, po ti si e imagjinon veten? Imagjinoj se do t'jem doktoresha më e mirë Lezhës. Ua, Lezhës, do vi unë deri në Lezhë për çdo gjë që të kem. Bravo. Po ju të tjerët? Dua të bëjmë një princesë shumë e zonja. Princesë shumë e zonja? Unë kam dëshirë të bëj një prezantese e zonja. Bravo. Kjo më pëlqeu, kjo dhe princeshë dhe zonja, ka lezet. Atë Vidal Keta që këtu usta rahati madh. Ja marrim një stil gjumi, erdhi Vidal Keta. Gati për këtë gjumë, po kemi edhe pak punë. Ne punojmë për të ardhmen e ëndrave tuaja këtu. Manjola, një mbyllje kështë e pa zakon të dyshek. Shumë e bukur, shumë e bukur. Me gjithë ka kalamaj, mama me shumë fëmijë. Fix, exact.
Të falenderoj shumë që ishe këtu me ne sot. Shumë e lumtur. Besoj një intervistë fantastike dhe për ty dhe për ne. Shumë e lumtur që ndava këto momente kaq të bukura me këta ëngjëj të vërtet, edhe gjithashtu me ty, edhe me gjithë, po patjetër janë tuajat. Unë do vendosem tani në qoshe të librit magjik, se duhet prezantoj të ftuarën tjetër, erdha vetëm për të dhënë një puthje dhe një falenderim. Dajla na mbulove fare Dajla, u bëre si batanie e vogël. Ta futi pak Manjolo këtu. Faleminderit Manjola shumë. Shumë e lumtur që isha sonte me si. Për kohën dhe për prezencën e mrekullueshme. Faleminderit Manjola në Albanit. Aty Dorini, aty sa ta mbaroj Alketa prezantimin. Hajde Dajla, ti ulu këtu me Alketën? Hajde moj Dajla bukuroshja këtu. E ftuar aty është një vajzë si duket sikur nuk ka ardhur në jetë për të bërë vetëm një gjë, por për të lënë gjurmë në shumë mënyra. Ajo ka qenë në X Factor 12 vite më parë, gjysmë-finaliste. Unë nuk ka lindur në maj, ka lindur në janar, po do ulemi tani se do prezantojmë të ftuarën e dytë. Po, bricapje ti, çfarë je ti bukuroshe? Shenja bricapje ti? Urdhëro. Me vete do t'i merrni në dhuratat që ju japim, nuk ja marrim prap. Kush të ka rënë ty? Gushti, shumë bukur, do ulesh pak të lutem me Emili tani, se duhet vazhdoj prezantimin. Kjo vajza që do t'i prezantoj tani është fantastike, ka shumë talente. Gjysmë-finaliste e X Factor Albania. Me një zë që mua më ka çuditur, e kam patur ftuar në podcast edhe kur e dëgjoja se si këndonte Rihanën, thash, wow, zë i zi në lëkurë të bardhë. Ka kaluar më shumë se një dekadë nga ajo kohë dhe sot përmbash qëndron një Engji artiste shumë e kompletuar, më e pjekur, më e thellë, më e plot, që shkruan, që pikturon, që këndon, kërcen shumë bukur dhe moderon shkëlqyshëm. Është një vajzë që krijon, ka qenë një nxënëse me nota absolute, është shumë simpatike. Për mua një nga prezantuesit më fakt më të mira dhe më të artikuluara të ekraneve shqiptare. Pak muaj më parë solli librin e saj E fsheta e syve të tu. Sonte në Peter Pan, Engji që ka ecur me artin për dore, por që ende ruan brenda vetes dritën e një fëmie që beson tek ëndra, tek skena dhe tek magjia dhe që refuzon të rritet. Shohim pak klipin e saj në X Factor që ta kujtojmë që këtu në këtë skenë mori bekimin e parë. Talenti i saj është i pamohueshëm. Nuk je se ti e do dhe unë zgjohem në mëngjes. I'll be your baby, I promise not to let you go. Isha duke shijuar një koncert të një dive botërore. Just jump in the best. Oh mother, don't look back, 'cause you'll never hurt us again. I love you, mom. When I talk to my friends wholeheartedly, when you can't Has just landed in Tirana Airport. Sot në kurtin e Peter Pan në skenën që i zbuloi për herë të parë talentin Engji Nasufi. Mbrëma Kalamaja, me vrap, të gjithë. U dua Kaltra. Që si të shefa jo Unë të një ty, ti e ke emrin Kaltra. Me sytë e kaltër të bukur si qelli, si deti të pafundme, je shumë e bukur. Mund të të përqafoj pak? Po, që si ri, është shumë e rëndësishme jo, duhet që është tjetë. Mos të bëjmë e pistishën, shika. Mirë se ke ardhur. Jam shumë e luftur me Peter Paniste e bukur. Engji, shikojni sa e bukur që është Engji. Unë të dua shumë ty Engji. Unë të dua shumë, ta them gjithmonë, I love you deep.
Thell, e mirëmbrëma Vera, mirëmbrëma edhe një herë të gjithëve shiko, se unë kam shumë emocione. Ua, për herë të parë një njeri që nuk thot faleminderit Vera, po thot mirëmbrëma publikut, mirëmbrëma Vera. Asnjëherë se kisha dëgjuar nga asnjë ftuar këtë. Se të gjithë mirëmbrëma publikut, po mirëmbrëma Vera se kisha dëgjuar. Kam dëgjuar faleminderit Vera, mirëmbrëma asnjëherë. Shiko, na që shton shumë faleminderit, unë them mirëmbrëma. E shumë ndryshe. Jo, kështu do ta bëj unë tash çdo natë, do them mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma fëmijë, mirëmbrëma Vera, mirëmbrëma Shqipëria. Po unë kam shumë emocione realisht dhe ju falenderoj shumë se rikthehem pas shumë vitesh. E pesa bukur. Edhe një moment e kisha ulur pa kokën aty se filloi qaji, unë e diti. Ti dhe unë robinet? Po, ne të qeshurën dhe të qarën, të dyja. O, Engji, po si e këshim prerë atë pjesën me Flori Mumajesin aty, kështë shumë bukur atë këngën aty. E vërtet, Zemër ku jeti, më thuaj ku je tani, vite të tëra, në shpirt fikove ti, zemër ku jeti, mbi asfalt shkretë të tirë, as dashuria, s'të lidhi me zinxhir. Shazëri ka Engji? Si kur gurgullon shumë, uj bukur. Na ka marrë malli dhe për Florin. Si e moj Engji, mirje? Jam mirë, jam shumë mirë, edhe tani mes fëmijëve jam edhe më mirë. E ka fituar të një program vallëzimi, çmimin e parë Engji, se Engji është edhe kërcimtare pa parë. Dëgjoj, cila është një këngë që mund vendosim ne që i shkon këtij fustanit kuq? Oa, po ne do vendosim, po salsa, samba, ç'a do ti? Po na jep një titull që ta vendosi DJ-yn. Një titull, po i themi ne ç'a do ti, salsa apo samba? Po samba më shpejt akoma, po shumë bukur. Samba. Kërkojnë samba, kërcejmë të dyja. Ti do kërcesh, ti, unë si jam protagoniste, unë jam shikuese sot, ta le gjithë skenën me qefin më të madh. Na vini një samba. Po, more. Ja t'na e vën tani, t'na e vën, sa t'na e vën bëjmë pyetjen e parë, ndërkohë fillon me njëra Amari. Amar, si duket situata këtu? Do kemi super intervistë, më duket, ë? Unë s'kam fare një pyetje Alketa, unë kam një këngë për Engjin. Ti ke një këngë për mua? Po. Ua, pa njerë. Ajo don pusime Miami, ose vesë Gucci si Fendi. A no che break Renzi, ONG. A don pusime Miami, ose vesë Gucci e Fendi. Tu no che prendo Renzi, ONG. Ciampone, ti e di se nuk muj dot. ONG, tirone, ne që ti bëj bukrin bot. Bravo! Është shumë qef të ky programi. Po, për ty kam bërë këtë këngën. Për mua, po shiko, me thënë të drejtën, do kisha patur qef të ma bënin mua, pse jo, se është bukur kur dëgjon emrin tënd në këngë. Dëgjoj, cila është një këngë që do doje ti të dedikuar ty për shembull? Angel. Këngë e madhe. Shumë këngë e bukur. Ndërrojmë shumë, po. Po është dhe një tjetër Angel. E kemi thënë do të bëjmë një këngë. Duhet. Jemi gati. Unë Gela duke bërë prodhime publike që do bëj këngë me gjithë këngëtarët, por asnjë nuk bëj asgjë, vetëm këndoj këtu në mënyrë improvisuar. S'na e vut sambën, akoma jam në pritje. Cila ka qenë një nga këngët e tua të fëmijë? Doli samba më duket. Shiheni Angeli sa bukur kërcen Angeli. Rejeni muzikën pak, ju lutem në studio. Shumë bukur, a? Shko do të kishim një partner. Dy goca se për mund të ka shumë. Shumë bukur. Engji, po kur disu tani nuk më dalon muzika. Kam një pyetje nga Alketa, thot këtu. Alketa bën pyetje. Okej, Alketa. Që ka vetë Alketa ajo që duhet drejton një pyetje tani. Cila ka qenë kënga jote preferuar e fëmijërisë? Po shiko, si të gjithë fëmijët, këngët e fëmijëve sigurisht i dëgjoja, i këndoja të gjitha. Po çuditërisht kisha një këngë se e dëgjoja të familjarët. Në çdo festë që kishim, këta këndonin këtë këngë. Bulevardi Korçës. Sa qef. Kajza pa masë, dalin e shëtisin, palene mamasë, veshim paliceta, hipin bicikleta, e u thonë djeve, hajde tu gjatë jeta, jami mirë, brava Marë, sjam i mirë, dhe ne jam i mirë, jam për veten time. Dajla.
Dajla, do kërcesh pak vetëm ti? Se po kërcej është shumë bukur. Ma je vetëm muzikën në piano pak? Jam i mirë, qo Dajla, jam i mirë, qo Dajla. Qo muj Dajla. Hajde këtu Dajl, këta shpejt. Eja shpejt këtu Dajla. Hajde zemër, hajde tend. Ke turp ti Dajla, nuk do të vish këtu. Eja Dajl, këta vrap këtu, se do të nxjerr turpit tani. Ti je fantastike, moj Ajla, s'duhet kesh fare turp, duar trokitje për Dajlën. Jam i mirë. Jam i mirë. Vetë dorën shumë. Ende jam i mirë. Jam për veten time. Kam mustaqe. S'kam mustaqe. Dhe kam mustaqe. Do t'i bëjë kaqe. Po sa të bukra këto qershit që ke vënë këtu moj Dajla, sa të bukra. O zot qa lumturie që kanë dalë qershit. E keni parë se janë mbushur gjithë vendet e fruta perimeve me qershi? Ja dhe qershit e Dajlës, to që na kujtojnë që po vjen stina më e bukur e frutave. Kaltra, ulu da. Kaltra jam Alketo shpejt se i morëm skenën. Jam i mirë. Hajde ti. Jam i mirë, kërcej që bukur. Jam i mirë. Pa Do që ta pus paketë, do vish të pusun pak edhe ti. Oh, zemra ime. Po unë prandaj erdha të pusë aty në fillim. Domethënë, unë e mbajta një çik në atër se është me voçkla. Çan këto lotë. Zemra ime, këto sytë e bukura të tua. Pse qave ti? Pse qave? Do librit. Aman do libra qajnë të fëmi shqyqyrë. Aman të qani për libra s'ka që më të bukur, do t'japim në libra. Tani, do më premtosh që nuk do qash? Se e bukur shumë? Ja, tani do vi kaltra të juve dhe do ta përqafoni. Të gjithë, bravo. Ju në shkolla tjetër, të gjithë atje. Është sa shok të mirë. Trimi mirë me shokë shumë. Bravo. Oj, zemër, edhe mua, hajde më shpirt, hajde dhe mua. Solidariteti shqiptar është jashtëzakonshëm. Solidaritet, ky quhet solidaritet. Unë kaltra do ta rregullojnë punën e librit, mos u mërzit fare ti, mirë? Edhe unë të shumë. E ka radhën tani Dajla. Do më japësh pyetjen? Dajla. E di ti Dajla të shprehen ti ke lindur me këmish? O, Enqi, ti e djatë të shprehen ke lindur me këmish? Ti ke lindur me këmish, me fustan apo me gjinsa po asi gjë? Po mirë. Për para se të përgjigjem, ti si ke lindur, me këmish, me fustan apo me asgjë? Se di. Okej, kur unë kam qenë bebe, kam lindur, mami më tregon se kam lindur me këmish. Në fakt, kisha lindur me shumë myk. Po këta i quanin këmish. Isha e bardh fare. Marisol. OMG, unë dhe motrat e mia lozim shumë me kukulla. Po ti kur ishe e vogël, ke patur kukulla? Po ti sa motra ke njëherë? 2. Sa me fat që jeti që ke 2 motra? Do të unë shumë ti kisha patur 2 motra, se unë jam fëmijë vetëm, po për kukullat, kisha shumë kukulla dhe më blinin shumë. Po të tregoj me sinqert fare, unë nuk i kam patur asnjëherë qef kukullat edhe barbit e gocave, unë dashuroja makina dhe motorrat. Gjithmonë ato kam dashur. Edhe ti, e shef, nuk jam vetëm. I nget kështu tani që i rritur motorët? Mbaroj. Të pëlqen, ë? Shumë bukur. Mbaroj për makina, për motora, për varka. Kukullat jo. Një shpirt i lirë. Po. Ambra. Se do të kishe një kuti magjike ku mund të mbaje çdo gjë të bukur që të ka bërë kjo që je sot. Çfarë mendon se do të kishte brenda saj që do të na kujtonte ne fëmijërinë tënde? Mendoj absolutisht çdo gjë artistike, aktrimi, baleti, këndimi, festivalet e fëmijëve, talent show, të gjitha do t'i ruaja në sirtarin më të bukur si pasurinë më të pavdekshme që mund të ketë dikush. Edhe mendoj që edhe prindrit tuaj me ju janë të jashtëzakonshëm që ju sjellin këtu që ju të ndiqni ëndrat dhe pasionet tuaja. Dhe për mua nuk ka rëndësi nëse fëmijët kur rriten ndoshta nuk ndjekin rrugën e artit ose të televizionit, por mësimet që ti merr, disiplina, mënyra se si bashkëpunon me shokët, me shoqet, në teatr, në shfaqje të tjerë, janë mësimet më të vyra që do t'i shërbejnë për gjithë jetën. Shumë e vërtet. Marisol? OMG, ti ke motor ose vlla? Se unë kam... Ti ke 2 motra. Se unë nuk rrit pa motrat e mea. Në fakt, unë ta thash pak më përpara që unë jam një fëmijë vetëm, biologjikisht, siç e thonë në gjuhën mjekësore. Por jam rritur në shtëpi me 2 kushërinjtë e mi të mëdhenj. Kështu që nuk është se jam ndjerë ndonjëherë vetëm,
Më shumë më mungojnë tani, se më janë larguar në Itali dhe nuk është se i kam afër, dhe doja shumë t'i kisha pranë edhe në momente të bukura po dhe të vështira, por e vogël kam patur shumë njerëz rrotu, si jam ndjer asnjëherë fëmijë vetëm. Amelia. Më thuaj të vërtetën, a të ka marrë malli që të dalësh në televizor, apo je rahat tani se zgjohesh vonë? Shiko, ke shumë të drejtë. Po shijoj gjumin, po fli pak më shumë se kisha disa vite të mira që flia shumë pak, edhe zgjohesha në 5 të mëngjesit, por e vërteta tjetër është që po, më mungon shumë televizioni dhe unë nuk do ta lë televizionin sepse është një nga dashuritë e mia më të mëdha. Ti e pe pse lumtur isha unë që erdha këtu me ju? Nea? OMG, edhe unë jam balerinë si ti, dhe kur bëj piruet, ndjem si Elsa që rrotullohen pjakull. Po ti, si ndihesh kur kërcen? Sa pyetje e bukur. Me thënë të drejtën, ti ndihesh si Elsa dhe si një ëngjëll që fluturon në akull. Unë me të vërtet ndihem si kur fluturoj kur kërcej. Mendoj që askush s'mund të më gjykoj, jam shumë e lirë, jam shpirt i lirë. Ndihem sikur nuk mund të më mund asgjë. Gëzoj shumë edhe mendoj që duke kërcyer e mbaj ende zgjuar fëmijën tim të brendshëm. Se edhe e vogël kisha një dëshirë të jashtëzakonshme të kërceja, edhe tani sa herë që kërcej, edhe këndoj sigurisht, kam një më ndriçon shpirti edhe syt. E kam të sigurt këtë gjë. Mund të shikojmë duke të ndriçuar shpirti dhe syt njëherë këtu live? Çfarë do zgjidhje për të kënduar? Po unë do kisha shumë dëshirë në fakt që të këndoj një këngë fëmijëve, se e di që filmat vizatimor kanë këngët më të bukura, kanë mesazhet më të bukura, edhe ndoshta më vonë mund edhe të bëj ty një dhuratë të gjithë publikut, edhe ata që na ndjekin, me një këngë tjetër. Me shumë kënaqësi do të dëgjonin neve ty. Por, unë dua të ngacmoj pak atë bukuroshen atje. Se më tha që është balerin. Tani, me ty kërceva pak samba. Do vish të kërcem pak bashk, me qenë se ti je balerin? Hajde. Se tani disa gjëra do t'i mësojmë ne këtu. Të voçkla. Okej. Do të mësojmë 2 hapa të një kërcimi latin që quhet salsa. Jo ajo salsa e makaronave që amne, po është një salsa tjetër. Okej. Tani këtë këmbën përpara do ta nxjerrësh këtu. Dhe do bëjmë 1, 2, bravo. Mbrapa 3, 4, anash, 5, 6, 7, 8. Je gati ta provojmë pak me muzikë? Po. Je sigurt? Perfekt. Ne tundemi njerë për para se të nisim hapat. Bravo! Çfarë fustani balerine? Oba! Tani kur të thoj Engji 3, 2, 1, para. Do ta fillojmë edhe një herë? Okej. 3, 2, 1. Opa! Brava! Anash. Edhe një herë. Para. Brava. Anash. Bravo! Hajde! Balerin. Anash. Rrotullo dhe njerë se je bukra dhejot. Hopa! Se të përqafoj pak. Bravo! Shiko se kërcimet e atini janë të vështira, nuk janë të lehta. Po sikur na sillje pak nga mbretëria e Deborës së Frozenit Let It Go. Si ti se të vizualizova tani sikur ishe këngëtarja kryesore e musicallit në Londër edhe si një mbretëresh Debore, po këndoje. Me shumë kënaqësi, madje me qenë se mua ma bën këtë surprizën e bukur edhe më bën një dhuratë duke kërcyer, unë do i bëj një dhuratë fëmijëve duke kënduar. Do ta dëgjoni Engjin tani? Ama, Let It Go të Frozen ju e njihni të gjithë. Do ta këndojmë bashkë. Ky është kushti. Okej. Let it go, can't hold you back anymore. Let it go, turn my back and slam the door. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like you're the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Amar couldn't keep beating, heaven knows I've tried. Bash, hide. Don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Bravo. Well, now they know. Let it go, let it go.
dëgjuar. Hami Kaltra, u knaqesh shumë. Sa shumë po knaqesh ti? Shumë po knaqesh. Ke ndonjë vërejtje, ndonjë mërzitje? Jo, vetëm janë lagu, pak tu. Janë lag pantallonat? S'kemi tani tharë, se tani do t'i durosh pak freskët është, nuk besoj që ftosh. Po tani të marrë një lavatrice. Po ta gjej lavatrice nuk tani më. Ja, se të na japi mami. E ka marrë me vete? Dëgjoj që kalketën. A ta marrin pak atë beben tënde motrën këtu t'i japi men gjithë njerë se Enxhi s'ka bërë bebe akoma, edhe t'i themi një Enxhi t'i këndon një këngë ta vërë në gjumë se shikoj që është gati për të qarë. Si thua ti? Po jo, zotam, se merr do ti do shkosh ta marrësh një Enxhi bebin. Merr një herë bebin, ja Kaltra gati në. Ua, drita. Jo ti Kaltra, jo do vi Enxhi ta marrësh. Jo, vjen Enxhi. Se i kam rritur disa mbesa unë. Hajde këtu ti, zot, po s'di. Jo, se vjen, o sa e bukur. Hajde. O shpirt, o qarfati unë, o shpirt, o zemër, o dritë, o dasuri, vetëm nuk do të qarë. Se ti kemi gjanë, o shpirt, mashallah, o dritë. Po që ke këtë motër bukuroshe, moj Kaltra, moj, kujdes vetëm mos vritesh Kaltra, bum! Hajde një ta mën bebin motrën tënde të vogël. A gjeta çfarë surprize do me thënë. Hajde këtu ti O zemër, o dashuri e vogël. Po i bën intervistë motrës ajo, prit. Prit, tani bëj motrës, hajde këtu Kaltra. Bëj motrës një intervistë tani. Nuk do flasim fare, do gjejmë Kaltrën. Çfarë pyetësh do t'i bësh motrës ti? Singi vogëri me ndusëm beba. Se mëria sut visusë beba. Eja, pasnërë, të shtritë. Edhe merre motrën që keni të dyja ta keni kujtim. Ktheu përpara. Po motra nuk këndon moj. Çfarë do t'i thuash motrës? O sa e bukur që shërgo yll. Oj dritë. Do t'i bësh ca pyetje të bukura. Bëj ca pyetje motrës së vogël, bëj ca pyetje vet. Tani si gazetare, çfarë pyetje do t'i bësh motrës? Ta shikojmë përgjigjet apo jo? O Kristal, bëj pyetje në Enxhi. Jo bëja ti pyetjen motrës, ajo nuk flet. Bëj pyetje në Enxhi ti thot? Bëja motrës një pyetje, ti çfarë do t'i pyesësh motrës? Kujdes. A ke shkuar në te jati babit? Te jati babit, babi pas ka jatë. Shish. Hajde babi. O babi. Do na marrësh gjithë ke jati jot se erdhi vera. Dgjoj, eja këtu eja, bëj një pyetje tjetër motrës, bëj një pyetje tjetër. Mos ikande, mos rrotullo se shef kamera kur kthen kulisin. Çfarë pyetje tjetër do t'i bësh motrës? Dora. Po ti. O dasuri. A ke shkuar do një jetë te Xhambo? Të shati moj. Të Xhambo. Qyqa. Tjetër pyetje tjetër. Ke shkuar do një jetë në Itali? Në Itali. A ka shkuar ndonjëherë dëgjoj ti? Mami ka shkuar apo jo? Jo, ende do të mami, jo. Mami s'ka shkuar. Ku ka shkuar vetëm tek? Te barku mami. Te barku mamit, po çfarë bëni dhe ti aty dhe motrat e barku mamit? E mbani mend? Se gjithë fëmijët më kanë treguar në një histori mua këtu mos ik se më rrotullohesh shumë. Këtu që ta keni kujtim me motrën. Dëgjoj, më kujdesi ku të dorën, kujdesi. Jo, moti. Jo, Kristali lere se shumë e mirë, shkëta po sillet shumë mirë, çfarë i bën tani se ja nxorë dorën nga vendi. Dëgjoj, çfarë bëni tu te barku mamit duat diun, se gjithë fëmijët i pyesin këtu dhe më kanë thënë që çfarë bënin aty te barku mamit. Bënin festë, rrotulloheshin, kërcenin samba. Una për des vetës time rrotullosa. O bëja. Çfarë bëje tjetër aty? Tjetër. Çfarë bëje te barku mamit tjetër? E mbanon apo jo? Kaq bëje, Po, kjo bënte lëvizte natën. Lëvizte natën, motre? Lëvizte? Po mami çfarë bënte natën? Dite gjumë? Jo, më thoshte mua, shikoj matrin, shikoj. Shikoj ti e preke motrën kur lëvizte motra se bënte kollotuar. Po dëgjoj, me dashuri, jo kështu jo me dhunë. Zoti më të merr. Ti dritë. Si bën këmbë tash? Si bën të ajo? Bye. Po zemër si po qesh. Këndoj një këngë Enxhi. Çfarë këngë do t'i këndosh? Po qingjin do t'i këndojmë si të tërë. Këndoja një qingjin. Qingjin kemi. Mama, po sa bukur e ka veshur mama këtë motrën tënde o Kaltra, unë nuk di. Bravo mama, nuk di. Jo, uluni tani se sot kemi motrë e Kaltrës. Hajde ulemi këtu gjithë, ulemi ti Dajla. Hiqesh motrës moj. Hajde Enxhi të dyja me Dajla të këndoni këngën se shiko Kaltra. Okej, po do bëjmë një pakt tani. Si qesh ajo sa mirë. Do t'i qesha diellit. Do t'i këndojmë pak motrës të dyja siç i kënduam që parë, po të do rrim qetësi.
Po. Okej? 3. Kaltra, edhe ju të gjithë. 3, 2, 1. Qingji vogël me ndushën bebe Se mëri ashtu trishtu shëm bebe Eja bashkë në arë Tring, tring, tring Unë bledh lullet I habarë Tring, tring, tring Bravo, Kaltra. Bravo, moj Kaltra, bravo Iqe këtë mikrofonin tani Iqe këtë mikrofonin t'ja japu që ta ke një kujtim të dyja motrat Baje pak t'i Kam një bebe Alkita për momentin. Prit, se marron bebe, prit Mamaja profesionist, ajde mere motrën opa tani të shikoj sa e fuqishme je, prit Po me prit, ktheu jo me vrap. Ktheu këtë njërë, jo me vrap, jo se së shkukull Ashtu, të shikojnë që ka një kamera bukur ta ke një kujtim Një fotografi ju lutem televizive për gocat e vogla Ashtu dhe shumë bukur Nuk e mban dot Do t'japi mami tani motrën, do t'a dorëzojmë Po nuk vritet e shkallët e Alketa ka kujdes Kujdes ti tani aty se mos na bie Ti kesh me jetë këto vajza mami Këtë kemi spektatoren më të votë skelfare Më të ëmblen, më të mirën Që dhe kur na qanë, na bën muzikë në fakt O, që kënaqëm Cila ka qenë kënga jote preferuar, Engji? Ke pasur një idhull ti, një këngëtare që t'ka frymzuar karrierën muzikore? Po, unë jam, mendoj, brez me shumë fat që kam dëgjuar dhe jam rritur me muzikë shumë të mirë. Unë e quaj muzikën e artë, muzikë gold. Jam rritur me Michael Jackson, Celine Dion, Christina Aguilera, Beyoncé. Ma veço një këngë që mund ta këndosh nga repertori art. Whitney Houston. Whitney Houston. E dashuroj Whitney, këngët, vokalin, teknikën që ka patur. Mendoj që ka disa artistë që nuk vdesin asnjëherë. Do zgjedhësh një këngë nga Whitney ta rikthejmë? Okej, maestron e kemi. Po këndoj I Have Nothing. Perfect. Shumë mirë. Okej. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, 'cause all that you are and everything that you do, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I could hold it back again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hide. But don't make me close my door. I don't wanna hurt anyone. Stay in my arms if you're there. I must stay mention you there. Don't walk away from me, no.
hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's no way to hide your love. I remember forever. But don't make me close one more door. I don't wanna hurt anyone. Stay in my arms if you dare. I must start imagine you there. Don't walk away from me. No, I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Po bravo moj Engji, na solli pak X Factor be këtu. Nostalgjia. Po kjo love këtu, shoh një tatuazh të bukur këtu. Kjo është sa bukur. love? Kujt i kushtohet apo Mama. është për dashurinë mama? Është për mamin. Shumë bukur. Sot është edhe dita ndërkombëtare e nënës. Po, ti je shumë e lidhur me mamin, në Po. fakt. Mund të përfitosh nga rasti ti thuash dy fjalë ta lumturosh. Po, Se kënaqen mamat kur e dëgjojnë kështu publikisht. Po, mami është gjithmonë me mua me vete dhe Ku e kemi mamin tu sot? Po, është atje përballë, ja ku është. Që kur ishte e vogël kjo vajzë, derisa u bë e madhe, mami gjithmonë në rreshtën e parë që duar troket. Po, Sa dikur bukur. ishte sigurisht me rakun si nën, tani vjen për qejf, edhe unë kam dëshirë që ajo të jetë në çdo dalje timen edhe në çdo aktivitet që unë kam. Mami e din shumë mirë. Për shembull, fëmijët më parë më pyetën, je fëmijë vetëm dhe ti nuk e motor ose vlla? Është e vërtet, po në fakt unë kam një pasuri shumë të madhe që është mami. E kam patur motor, vlla, mama, baba, shoqe, të gjitha. Kështu që edhe grindemi ndonjëherë se edhe me ata që dua më shumë grindemi, po pastaj puthemi dhe përqafohemi dhe unë mendoj që jam me shumë fat që e kam ende. Bukur. Wenli, Engji, ti pikturën shumë bukur. O, po, do pikturojmë mos. të gjitha provat artistike do t'i bësh sot këtu, të gjithë provimet. shumë. Në qoftë kishim e pikturu jetën tonë, që kishim e pikturu? Pyetje shumë e bukur, faleminderit. Nëse unë do të pikturoja jetën time, do të bëja një vajzë, po që flatrat do të kishte si të Feniksit. Unë nuk e dini se ju e njihni Feniksin. Okej, historia e Feniksit është një zog shumë ndryshe nga të tjerët, sepse nuk vdes si çdo krijesë tjetër, ai e vë veten në zjarr, shkrumbohet dhe nga hiri pastaj ringrihet përsëri po është më i fuqishëm edhe më i ndriçuar se kurrë më parë. Shiko çfarë të solla. O, sa bukur, ma solli dhe këtu afër. Unë Feniksin do të pikturoja për jetën time, po për ju, me qenë se shumë e rëndësishme, t'ja kthejmë pak fëmijëve se ndoshta e shikojnë më kollaj. Ndoshta nuk është reatia më e madhe për mua të Me gjë pikturoj piktore? kështu, Do ta bëj një lojë tani, dritë. Engji. Tani, do gjeni çfarë është kjo figura. S'do t'i bëj të vështira, betohem. Do ta vizatosh mbasi ju të gjeni çfarë është kjo. Karota! Janë karrota, dhe ju do tani shumë karrota se janë shumë të shëndetshme. Duhet të shihni mirë që të rriteni të fortë. Të bëj një figurë tjetër. Me vëmendje, Kaltra, me vëmendje. Ti e bën sigurisht më bukur se unë. Po mirë, ky është njeri biskot. Po personazh te kush film vizatimor ka qenë njeri? Te Shreku, po. Po, Malare, unë jam njeriu biskot. E di unë Shreku. O zemër, o dritë. Jo, do ta bëj edhe një gjë tjetër dhe pastaj ju bëni çfarë të doni. Komçat e harrova? U zeza e harrova komçat. Harrove komçat e njeriu biskot. Kjo është më e bukur. Ka flok, nuk ka flok njeriu biskot. Ju arrin. Ka kapuç. Ja se pra bën Amari kapuçi, prit. O Amar. Po nuk më pëlqen me kapuç. Ke nevojë për shkallë. Ja vuri dhe hundën Amari, Bravo, bravo. okay. Sa do t'i shtosh tjetër? Flok, kapelet. Bravo. Hajde, kapele, hajde. S'të falet ka? Janë të vizat e keni arrua? Kemi harru vizat. Po tani do harrojmë se në të rritur të harrojmë. Sigur pak. Unë jam kush pikturë se na. Ti je i bukur i dheu. O zemër. Ata, a pikturë Engji? Do t'i Jo, tani do pikturoj edhe një tjetër Engji. Papion. Do t'i bëj dhe papiona. Do ta bëj Do bëj papionin e vet. O zemër. Mirë, mjafton. Tani do t'japim Okej. Engji të bëj pikturën e tretë se kemi punë Do për të bërë. ulemi tani se Uluni kemi herë të ende gjithë. akoma punë. Uluni Po të gjithë zemër Amar. ime do ta bëjmë, të premtoj që do ta bëjmë në fund fare. Amar. Në mënyrë që mos të ngeli atri asnjërit prej fëmijëve, okay? Së shora gjumit. O zemër. O zemër. Ha, Që nga dhe që
Shqyr të doli zëri ty. Sa mirë. Tani do ulemi, do ta dëgjojmë anketën. E mora unë këtë, Ika e mora. Po nuk u ulët, unë e mora. E mora, shkoni uleni aty. Ua, po këta nuk disiplinohen ndryshe. Imagjino kisha 10 kalamaj. Shive, se unë do ju bëj një figurë që unë e kam tatuazh. Ndoshta është figura më e thjeshtë për të bërë, po unë mendoj që është një nga figurat që ka peshën më të madhe të gjithë botës. Okej, prit, se s'kem mbaruar akoma. Është shpirti me flasra. Çfarë është kjo? Po pse mendoni që i vura zemrës krah dhe ato halo, ato rrethin që ka angjëlli? Zemra e angjëllit. Zemra e angjëllit. Është një zemër që nuk thet kur. Është zemër që nuk thet kur. Wow. Sa bukur për çak do ta fshim pastaj. Është një zemër shumë e Bëjmë punë. Jeni të mrekullueshëm. Do ta bëj unë këtë punë, shkoni uluni tani. E mori Alketa këtë. Alketa. Ua, kjo pas ka qenë një gjë shumë frymëzuese për kalamajt. O zemra ime, shkoj në shtëpi. Dajla shkoj. Alketa. Një nga fëmijët bëri një koment shumë të bukur. Çfarë tha? Është një zemër, tha, që nuk e dëmton dot askush edhe kur e gjuajnë. Se që ka flatra zemër angjëlli. Kush e tha këtë gjë kaq bukur? E deri tha të lumt. Shikoj çfarë perceptimesh kanë fëmijët. Perceptime poetësh. Imagjinata tyre është e jashtëzakonshme. Çfarë ka kaltra çan ndodhi? Do merremi pastaj me atë gjë. Tani uluni njerëz se do bëj një gjë shumë bukur, tani do kënaqeni shumë. Kaltra, pyetja jote. Ke pyetjen ti tani për të bërë? Kaltra. Çfarë të bën të lumtur aty? Oh, sa pyetje e bukur. Shiko, ndonjëherë ne të rriturit harrojmë që të lumturohemi me gjëra shumë të vogla, dhe nëse unë ndaloj dhe mendoj se çfarë realisht më lumturon, më lumturon muzika, më lumturojnë ngjyrat, i dua shumë ngjyrat. Kaltra, mua më lumturojnë shumë njerëzit e sjellshëm, që i trajtojnë të tjerët me shumë respekt dhe me shumë mirësi. Më lumturon pafund qenusha që kam në shtëpi, se i dua shumë kafshët, i kam dashur që e vogël. Dhe më lumturojnë lulet. Natyra. Emily, pyetja jote? Unë ty tani po të shikoj me vëmendje. Ashtu, Që e ka shumë elegante. Por do më thuash mua atë sekretin ti? Sekretin që jam elegante? Jo, po prit se s'kam mbaruar. Okej, më fal. Pse ke trupi me kaq forma si e mban? Apo nuk ka fare buk, vdek për buk? Vdek për buk. Ta dish ti zemra ime se sa buk ka unë. Ashtu, ë? Una pa fund tër ditën, ti nuk do ta besoj, e? Paçi fatin e Enxhit. Madje. Ja, njerëzit që janë afër meje, shoqëria, mami e din shumë mirë që kur më vjen orari bukës, nuk shoh. Jam shumë në frikë. Duhet patjetër të hash. Do ta patjetër. Den. Den. Pak duar. Mund të vazhdosh Den. ONG, babi im ka një shoq që ka emrin Enxhi, si emri yt. Po, ka dhe çuna që kanë emrin Enxhi, vërtet. Tani kam një pyetje për ty. Mora vesh që ti ke shkruar një libër. Tani dua të di se pralla për të rritur ke shkruar brenda? Sa pyetje e bukur. Le të themi deri diku pralla për të rritur, po ndoshta jo ato prallat klasike që ju fëmijët për shembull i keni parë që ka princën e kaltër edhe funde gjithmonë të lumtura, është nga ato pralla në fakt që ka mësime jete të jashtëzakonshme. Edhe ju kur të rriteni do t'i kuptoni. Ka mësime për dashurinë, po për dashurinë e çdo dimensioni. Ka mësime për familjen, për forcën. Aty flitet për një vajzë dhe për një grua që është shumë e fortë. Një grua që mëson të ringrihet edhe kur i ta bëhet shumë e vështirë, edhe hedh poshtë. Dhe është shumë e rëndësishme që të gjithën e të rriturit të lexojmë pralla ose edhe të shohim, po themi, filma vizatimor. Na duhen prallat të gjithëve që të mos harrojmë fëmijën e brendshëm dhe të ndërrojmë sërish, edhe të mendojmë që bota mund të jetë një vend më i mirë dhe më i bukur. Wendy? Enxhi, ti beson tek dashuria si në pralla apo dashuria në jetën reale nuk është as shumë magjike? E vërteta është që kur kam qenë me vogël, sigurisht si të gjithë ju edhe fëmijët e tjerë, kam besuar tek dashuria e filmave vizatimor të Disney. Me princin, me karrocën, me kuajt, me fundin e lumtur, ata jetuan të lumtur përgjithmonë.
Po tani që jam e rritur, e kuptoj që dashuria e vërtet dhe reale, jo se nuk është magjike, në fakt, nëse ti do që ta bësh magjike, absolutisht mund t'jetë, por nuk ka gjithmonë ato pluhurin e bukur dhe ato xizat që shëndrin si në filma vizatimor. Jeta ka shumë mund, ka sakrifica, ka vështirësi dhe dashuria të rriturve i ka të gjitha këto. Po absolutisht nëse ne të gjithë kontribojmë, dashuria mund t'jetë e bukur edhe e vërtet. A e kam provuar unë dashurin e vërtet? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Ne duam shumë, unë dua shumë. Dhe unë e thash që dashuria ka dimensionet e jashtëzakonshme. Ju e doni shumë njëri tjetrin, shokët, shoqet tuaja, mamin, babin, motrën, vllajin, kur të rriteni do kuptoni dhe një dimension tjetër të dashurisë. Unë i kam provuar të gjitha këto, edhe dashurinë të rriturve, dhe mendoj që dashuria është fuqia më e madhe, është forca më e madhe, që jo vetëm i shëron njerëzit, po i transformon edhe kur i thyen. Është e jashtëzakonshme. Engji, ti për çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar për drejtësi. Për drejtësi. Po ne duam të kthejmë pak te kultura e përgjithshme. Janë informacione shumë bazike dhe kemi dëshirë të kthejmë back to school në një rubrikë të vogël të cilën do ta drejtoj një nga vajzat më të zgjuara që kemi këtu, që është Ambra, e cila shkëlqen në çdo lënd. Kështu që do sillim një bank shkolle, tani më ndihmoni dot, ju lutem, sillim një bank shkolle. Do ta ulim Engji në bankat e shkollës, të mos jetë mësuese kërkuese. E kemi zysh të mirë shumë dhe nxënëse dhe mësuese shumë të mirë. Momenti final kritik i së vërtetës. Shikoj Alketa, në fakt, më ka marrë shumë malli për bankën e shkollës, me thënë të drejtën, edhe për mësuesit kam shumë mall edhe kam patur marrëdhënie shumë të mirë, por do t'ju thuaj edhe një gjë, duhet të mësoni shumë. Edhe unë jam përpjekur shumë për të qenë me nota të mira, sepse mamaja ime punonte shumë, edhe duhet të merrja një bursë në mënyrë që shkolla ime mos i binte në kurrizë, ta kishte peshë shumë të madhe për ta paguar, kështu që mësimet do t'ju vlejnë gjithmonë. Si të thoshte mami, po nuk je mirë në mësime, nuk do marrësh pjesë në X Factor, apo jo? E kishte seriozisht. E kishte seriozisht? E kishte shumë seriozisht. Ti do jepi provime, do bëje mësime, pastaj do vjen prova këtu. S'kishte shaka. E mbaj mend shumë mirë këtë fakt. Ambra, fillojmë nga pyetjet. Ambra. Para se të fillojmë me pyetjet e përgjithshme, unë do doja të dija nëse ke ndonjë emocione tani, ndonjë frikë të vogël apo. Po edhe kam frikë se tani mendja edhe ja harron disa gjëra, po të përpiqem të bëjmë të mirën. Them se do t'ja dalësh. Pyetja e parë, kur u krijuar radioja e parë shqiptare dhe cilat ishin fjalët e para që u dëgjuan? Tani, intuita ime më thoshte që do bëni një pyetje për radion, duke qenë që kam punuar në disa vite në radio. E di që radioja e parë shqiptare ka qenë Radio Tirana. Kam përshtypjen që transmetimin e nisnin me Ju flet Tirana, diçka e tillë me këtë fjali. Tani me vit ato bubu. Po, unë di për shembull, radioja që unë kam punuar është themeluar në 98-ën. Ajo është themeluar vite më përpara, ndoshta diku te 1940-a, se di vitin e saktë. U afrove në vitin 1938. Dëgjoj sa bukur që Ju flet Tirana. Mirëmëngjes, Ju flet Tirana. Se se bëj prapë emision në radio. Ju flet Tirana, emri i ri i programit radiofonik të mëngjesit. Shumë autentike. Shumë e bukur, Ju flet Tirana, shumë bukur. Cila këngë nga filmi Titanic u bë hit në gjithë botën? Këtu jam e mirë. My Heart Will Go On, ka qenë kolona muzikore e Titanicut, e kënduar nga Celine Dion. Dhe, nëse ju nuk e dini, regjizori që ka bërë filmin e Titanicut, James Cameron, ka bërë dhe filmin Avatar. E keni parë ju Avatarin? Do e shikoni. Do e shikoni. Jo. Ambra, pyetja tjetër. Si quhet filmi biografik për jetën e Michael Jackson që ka dalë këtë vit? Filmi i fundit që kam parë. E dashurova të filmin edhe ua sugjeroj pafundësisht të gjithëve edhe juve që ta shihni. Quhet Michael dhe flet për të gjithë historinë e Michael Jackson. Aty kam mësuar dhe gjëra që se dija për atë artist. Për mua është një dhe i vetmi, nuk kam Michael Jackson. Dhe mendoj që do merrni shumë mësime të bukura nga ai filmi. Dhe në një moment, mamaja i thot Michaelit, kur ishte më i vogël, ti duhet ta ndriçosh dritën tënde. Dhe Michael nuk e harroi asnjëherë këtë, pavarësisht se sa jetoi. Ai tha, unë do të ndriçoj dritën time, do të sjell dashuri dhe gëzim në të gjithë botën, sepse ky është misioni im. Mi sa duke që ka një film që duhet ta shoh, më pëlqeu që tani nga ky përshkrim jot. Cili shtet ka formën e një çizme në hartë? Besoj këtë e di gjithë. Italia që duam kaq shumë për ushqimin, për kulturën, për modën, është jashtëzakonshme. Kjo është diçka që e din të gjithë. Kush ishte piktori i pikturës veprës së njohur Mona Lisa? Keni mbajtur pak në atë, më duket. Leonardo da Vinci. Në cilin vit u krijua dhe u transmetua për herë të parë X Factor? Okej. Tani, si patent është krijuar në Angli nga Simon Cowell, të e di.
Nëse kthejmë pas në vite se bëjtë llogaritë e viteve të mia në Shqipëri, X Factor ka nisur në 2012-ën, në Angli mund të ketë nisur ndoshta viti 2004 ose 2005, sepse kishte goxha vite më parë. Po, 2004 e gjetëm një herë, po. Çfarë duhet mendosh që të fluturosh me Peter Panin? Kjo nuk ka lidhje shumë me kulturën e përgjithshme, por është një pyetje që duhet të drejtuar në një emision pikërisht për Peter Panin. Po kam përshtypjen që ashtu si Peter Pani, edhe ne të gjithë, edhe fëmijët e të rriturit mund të fluturojnë vetëm me dashuri edhe me mendime të lumtura, pozitive. Faleminderit Ambra. Faleminderit Engji notën 10. Faleminderit ju. Mami, vajza mori përsëri notën 10. Mami u kënaq që ti ke bërë të gjitha detyrat me sukses dhe programin dhe më kishte bërë të gaboj. Unë nuk di. Faleminderit pianistit tonë Maria Ibrahimi, faleminderit maestro. Shumë faleminderit publikut që ishte me ne dhe Engjit, e cila meriton gjithmonë një copës qiell në spektaklin shqiptar, se është shumë e talentuar. Faleminderit dhe qëndro kështu, siç je. Faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit për ftesën Klanit, faleminderit ty Alketa, fëmijëve absolutisht, ju jeni drita më e madhe e botës. Natën e mirë Vera. Natën e mirë Vera. Dhe natën e mirë gjithë Shqipërisë, natën e mirë fëmijë. Faleminderit ju.